Marrëdhëniet ndërkombëtare dhe raportet midis shteteve ndodhin sipas sistemit të termeteve. Termetet ndodhin për shkak të presionit që i bëhet pllakave tektonike nga brenda tokës. Pasi që ndodhin termetet dhe ndalen, pllakat tektonike pastaj renditen rishtas, por tani jo siç kanë qenë më parë, por zën pozicione të reja varësisht nga fuqia e presionit që i është bërë më parë. Bile, termetet shumë herë janë paralajmërime të shpërthimit të vulkaneve atëherë kur lava e zjarrt bën presion për të dalë mbi korën apo sipërfaqen e tokës. Njëjtë kështu meq ndodh edhe në marrëdhënie ndërkombëtare, domethënë në raportet midis shteteve. Lava politike e akumuluar përgjatë një kohe të caktuar, një ditë shpërthen dhe kur del mbi sipërfaqe, ndryshon raportet midis shteteve, të cilat më pastaj ripozicionohen varësisht nga fuqia e presionit që vjen nga brenda dhe varësisht nga interesat e tyre, bashkë si pllakat tektonike të tokës pas termeteve. Ngjashëm kështu ndodh edhe me ligjin e eminacionit, të cilën e kam shpjeguar më shumë se një herë nëpër videot e mia. Vizita e kryeministrit britanik Starmer, si dhe vizita e djeshme e kancelarit gjerman Friedrich Merz në Ankara duhet shikuar nga kjo perspektivë. Pllakat tektonike të marrëdhënieve ndërkombëtare po rivendosen pas termetit që i ndodhi rendit botëror të kaluar dhe tani me krijimin e rendit të ri. Turqia po rivendoset shumë fort në mënyrë të paparashikueshme sipas ligjit të termeteve dhe po rrjedh fuqia e saj edhe jashtë kufive të saj sipas ligjit të eminacionit. Për më shumë në lidhje me këtë, dëgjojeni videon me titull "Edhe Gjermania sikur Britania u dorëzuan para Turqisë".